për aq kohë sa pretendohet që ne po ecim në bazë të normave që na kërkohet për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, unë do të thosha, nëse këto janë kushtet që ka vendosur Bashkimi Evropian, unë do të thosha mos u realizofshin asnjëherë, sepse ne nuk kemi nevojë për këtë terapi hormonale për fëmijët në moshën 14 vjeçare, ne kemi nevojë për një shoqëri ku të mbizotrojë meritokracia. Personalisht, e kam thënë më përpara, e them dhe do të vazhdoj ta them, e kam mbrojtur me fanatizëm për sa i takon pjesës së familjes. Jam pro mbështetjes së familjes, sepse nëse duam një njeri të shëndetshëm për një shoqëri të shëndetshme, baza është familja. Pra le t'i japim kohë fëmijëve të rriten, le të vendosin ata nëse duan apo nuk duan terapinë hormonale, por kur të vijë mosha e caktuar që ligji ja njeh me të drejtë dhe ku prindi nuk është më kujdestar i fëmijës. Mos harrojmë që këtu ka ligje që po bëhen për interesa të ngushta vetjake,